sot do ju tregoj dy produkte në formë stiku. Tani, sa të hap unë pak fondatinën, doja të bëja një pyetje. A jam unë e vetmja që i laj baluket çdo ditë sepse më yndyrosen apo kam dhe shoqe? Unë kam vendosur fondatinën dhe produkti i parë që po përdor është bronzer stiku. Do të vendos një sasi të vogël dhe me një forcë thjesht do ta përhap dhe shikoni se sa shpejt përhapet dhe nuk lë asnjë lloj njolle në fytyrë, pra përhapet shumë mirë. Po va tregoj edhe me një forcë tjetër që është pak më e butë dhe përsëri shikojeni se sa mirë e përhap dhe nuk lë asnjë lloj njolle. Tani do të përdor blush stikun, do të përdor një ngjyrë që është si në roz, si në pjeshk, diçka midis, dhe do ta hap përsëri me forcë. Si mund ta shikoni, produktet kanë goxha pigment, pra nuk janë produkte që sapo i vendos në fytyrë zhduken direkt në momentin që i përhap me forcë. Pra me dy produkte kaq të vogla do të ndroni komplet rutinën e make-upit tuaj.